ku ishte Kosova në mesin e 90 shteteve më të mira të botës. Me rezultat, unë nuk arrita ta përfundoj lëshimin e parë, ku në skemë nëse nuk e përfundon lëshimin e parë, nuk mundesh me ri as në lëshim të dytë. Po unë isha DNF, i themi në skemë did not finish, ku nuk e përfundova, ku ishta një prej 60 garueshve tjerë që nuk arritën ta përfundonin, apo ndryshe 53 shtete tjera. Atje je bashkë edhe me Kiana Kryeziun, kërkoj falje, se Kiara mu dha si emër i huaj. Me Kiana Kryeziun je atje, si ka kalu Kiana? Po, Kiana është në Cortina, ku që djemë keni qenë në Bërmje, ku i kemi rrët 300 km distancë, se këtë olimpiadi ka nda, që ka ndodhë hera parë në olimpiadi me nda. Kiana ka garu në Super G, Giant Slalom edhe në Slalom. Asa ajo nuk ka mujtë me përfundu asë një prej garave, ku me datën 12 ka qenë Super G, me 15 në slalom me 14 në slalom të madhë, edhe sot e ka pas garën në fundit ajo që është data 18, po asë sot nuk ka arriti ta përfundonte, po me gjitha atë si shtet ishte një sukses për të arritur deri këtu, që të dëshmonin normat tona, edhe ta bojnë flamurin në mesin e më të mirëve të botës, ku ishte Kosova në mesin e 90 shteteve më të mira të botës, që arritën të deputonin dhe ta konfirmonin normën në lojrat olimpike dimrore. Kjo është shumë e bukur, kështu që Drini na tregon pak se si ishte pritja, trajtimi, gjitha ato janë mbi 90 shtete që marrin pjesë aty, një prej tyre edhe Kosova me prezencën tuaj aty. Kështu që e gjitha ajo, qysh ke? Si ishte? Edhe qysh po vazhdon me qenë? Ndihmat apo? Kërkoj ta di një herë pritja aty, në përgjithësi, në lojrat olimpike, në këto lojra të skijimit, qysh ka qenë, përderisa jemi si një shtet, po thuj se më i ri, ndoshta prej gjitha atyre shtete, jo ndoshta prej gjitha atyre shteteve. Shumë është e vërtetë dhe faleminderit që për këtë pyetje, ka qenë shumë ma problem në shtetet tjera, edhe pse ne nuk kemi mundë të zhvillonim ushtrimet në shtetin tonë, o dalë gjithmonë me dalë jashtë shteteve si në Itali, në Alpa, apo në Dolomitet, kudo që kemi mundër të ndjekim ushtrimet me trenirat profesional. Në momentin që kemi dalë jashtë prej shtetit, ka qenë një kostë pak ma e madhe. Edhe çaj përket kësaj kostëve, këto 2 muajt e fundit kemi pas mbështetje pak ma shumë, po jo vetëm unë, po edhe jo e dini që cikli olimpik është çdo 4 vite. Edhe ne duhet me fillu që nga viti i parë, apo momentalisht nga muaji i parë, të fillon cikli olimpik, që mu qenë sa më të përgatitur për olimpiadën. Kanë qenë pak të vështira, pasi që shpresoj që herën te ka me qenë sa më mirë, apo normalisht që të përfundon kjo olimpiadë me vazhdu mbështetja për sportistët për olimpiadën e ardhme, që me pas një debutim sa më të mirë.